Nada Meçorapaj është e para grua që garon për postin më të rëndësishëm politik, atë të drejtimit të Partisë Demokratike në Vlorë. Pas një rrugëtimi të gjatë në Partinë Demokratike, ajo vendos të ndërmarrë iniciativën për të qenë drejtuesja e opozitës në Vlorë, teksa e njeh dhe strukturat. Në një reagim zyrtar në rrjetet sociale, Meçorapaj thotë se kjo nuk është thjesht një kandidaturë, por është një thirrje për më shumë bashkim, më shumë energji dhe më shumë forcë, pasi Partia Demokratike në Vlorë ka nevojë për më shumë aktivizëm dhe një zë të fortë në mbrojtje të vlerave dhe interesave të demokratëve. Për të garuar një garë të ndershme, të barabartë dhe transparente, Meçorapaj njofton se ka dhënë dorëheqjen nga detyra e sekretares politike të Partisë Demokratike në Vlorë. Pas një rrugëtimi të gjatë në organizatat partnere dhe në Partinë Demokratike, si dhe mbas konsultimesh me miq, antarë dhe simpatizantë, ka vendosur të ndërmarrë një hap të rëndësishëm në angazhimin tim politik, të kandidoj për kryetare të degës së Partisë Demokratike në Vlorë. Kjo nuk është thjesht një kandidaturë, është një thirrje për më shumë bashkim, më shumë energji dhe më shumë forcë në radhët tona. Partia Demokratike në Vlorë ka nevojë për më shumë aktivizim dhe një zë të fortë në mbrojtje të vlerave dhe të interesave të demokratëve. Besoj fort se së bashku mund ta bëjmë degën tonë më të fortë, më të hapur dhe më përfaqësuese për çdo demokrat. Nëse do të kem besimin e votës tuaj, do të angazhohem me të gjitha kapacitetet e mia intelektuale dhe njerëzore për të punuar çdo ditë për forcimin e Partisë Demokratike dhe për t'i dhënë Vlorës një organizim politik dinjitoz dhe fitues. Për të garantuar një garë të ndershme, të barabartë dhe transparente, sot kam dhënë dorëheqjen nga detyra e sekretares politike të degës së Partisë Demokratike Vlorë. Ftoj çdo antar të Partisë Demokratike në Vlorë që ditën e diel, më 15/3/2026, ta kthejmë në një ditë demokracie, pjesëmarrje dhe bashkimi. Le të tregojmë edhe një herë se forca jon qëndron te uniteti, te vota dhe te besimi, se ardhmja e Partisë Demokratike ndërtohet nga vetë demokratët. Së bashku për një parti demokratike më të fortë dhe për një të ardhme më të mirë për demokratët e Vlorës. Darling Banushaj, antari i kryesisë, është një tjetër kandidat në garën për kryetarin e Partisë Demokratike të Vlorës. Banushaj thotë se kandidatura e tij synon të kontribuojë në forcimin e strukturave të partisë, në rritjen e bashkëpunimit mes të gjithë demokratëve dhe në ndërtimin e një vizioni të qartë për të ardhmen e Partisë Demokratike. Ai beson se përmes dialogut, respektit dhe punës së përbashkët mund të ndërtohet një parti më e fortë dhe më e besueshme. Pas një reflektimi të gjatë kam vendosur të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike të Vlorës. Ky vendim vjen nga bindja ime fortë se Partia Demokratike në Vlorë ka nevojë për bashkim, përgjegjësi dhe një drejtim të qartë për të ardhmen. Partia jon duhet të forcohet, të jetë më e organizuar dhe më pranë antarëve dhe qytetarëve që presin nga ne përfaqësim dhe seriozitet. Kandidatura ime synon të kontribuojë në përforcimin e strukturave të partisë, në rritjen e bashkëpunimit mes të gjithë demokratëve dhe në ndërtimin e një vizioni të qartë për të ardhmen e Partisë Demokratike në Vlorë. Unë besoj se përmes dialogut, respektit dhe punës së përbashkët mund të ndërtojmë një parti më të fortë dhe më të besueshme. Ftoj çdo antar të Partisë Demokratike në Vlorë të bëhet pjesë e këtij procesi me përgjegjësi dhe me besim në vlerat tona. Së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për partinë tonë dhe për qytetin tonë të dashur.